Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. I ftuar ditës së sotme është mjaft i veçantë, të gjithë e njohim për ato pjesëmarrje që ai bëri në një nga evenimentet më të rëndësishme, le të themi, të konkursit në Shqipëri, në Albania Got Talent, ku ai u shpall i dyti, shkoi deri në finalen e madhe. Ishte një nga pretendentët kryesor dhe një nga më të dashurit të publikut, bëhet fjalë për Diego Zelkan. Zoti Zelka, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit shumë juve. Ishte u gjeta. Kush është Diego Zelka? Ta nisim kështu fillimisht. Publiku të njeh, por ta nisim nga aja. Unë jam një i ri 24 vjeçar, që në moshë të vogël kam studiuar piano, për të vazhduar më pas në lice dhe në akademi për kanto. Jam një person që përpiqet shumë për të bërë atë detyrën e tij që ka zgjedhur të bëjë profesionin e tij. Dhe jam dikush që mundohem të jap më të mirën si për vete dhe për të tjerët që më ndjekin edhe jo vetëm. Pjesëmarrja në Albania Got Talent ishte kulmi i një rrugtimi të gjatë, kam përshtypjen. Çfarë ke bërë në këto vite për të arritur deri në atë maj? Pjesëmarrja në Got Talent ishte një ndër debutimet e mia artistike, sepse unë nuk kam nisur në Albania's Got Talent, ka qenë një vazhdimsi, le të themi. Unë, siç e thash, jam diplomuar në universitet, kam pas një jetë koncertore shumë të alarmishme për moshën time, sepse unë 24 vjeç jam dhe nuk mund të bëja më shumë se sa kaq, ose dhe mundet, por besoj që për moshën time është mjaftueshëm. Unë kam kënduar në Strasburg, kam kënduar në Zvicër, në Tajland, në Barcelonë, pra vi nga një rrugtim edhe le të themi ndërkombëtar. Kështu që Albania's Got Talent ishte një ide për të vazhduar atë që kam nisur, për të qenë, le të themi, në televizion, për të pas një shfaqje edhe në televizion, dhe prandaj u bë si konkurs. Në gjithë këto vite, cila ka qenë eksperienca që s'do harrosh kurrë? Ju thatë që keni qenë në disa shtete dhe keni performuar, po çfarë veçante kanë ata? Shiko, çdo eksperiencë është e ndryshme dhe çdo eksperiencë është unike në llojin e vet, pra asgjë nuk përsëritet asnjëherë dy herë. Kështu që Barcelona ka pas veçantën e saj, unë jam pjesë e një kori në Kosovë dhe me atë kor kemi qenë atje. Tajlanda ka qenë një shtet që më ka lënë shumë bresa si nga ana e konkursit që ne bëm edhe si bukurisë apo përjetimit tim personal. Strasburgu ka qenë një ndër performancat e mia shumë të bukura me një kancore napoletane ku kam përjetuar duart rokitje shumë të mëdha, ovacione shumë bukura dhe sinqerisht më mbushën zemrën sepse ky është qëllimi. Gjithashtu un kam dhe disa role në opera në shkollë, siç është Henry Purcell, Dido dhe Enea, që un kam bërë rolin e kryesor të princit Enea, siç është në Wilhelm Tell të autorit zviceran Gretri, që un kam bërë djalin e Mektal, një rol poshtë shumë i rëndësishëm. Pra, çdo gjë është e bukur në llojin e vet dhe unë nuk mund të them kjo apo ajo, por që sinqerisht ka shumë edhe kjo e bën të bukur. Kush është Diego pa muzikën? Diego pa muzikën është një djalë shumë i qetë, në atë rutinën e vet që shpeshherë bezdis, po aq sa e bezdis aq dhe i mungon, sepse sigurisht rutina është e bukur, po është edhe ndonjëherë lodhshme. Një djalë që fle shumë në ca raste dhe s'fle fare në ca të tjera. Diego pa muzikën është një kafshëdashës i thekur, i pa ndrejshëm. Është njëri që përpiqet të bëjë humor dhe beson që ja del, pozitiv dhe kështu, të paktën siç më thon, se unë. Kafshëdashës? Shumë. Çfarë preferon më shumë? Qent, po edhe macet nuk mbeten pas. Unë kam aktualisht në shtëpi 2 macet dhe 1 qen. Normalisht me dëshirën për të rritur si numër, po duhet të flasim për këtë, duhet të shohim ca gjëra të tjera. Por që po, është gjë pika më e dobët dhe më e brisht e imja. Si do e përkufizoj rrugtimin tënd në Got Talent? Çfarë emocionesh ke pasur? Nuk janë shumë kohë që nga përfundimi i spektaklit? Jo, nuk ka shumë. Got Talent ka qenë i bukur, sfidues, stresues, i bukur sepse është, siç të thash, një eksperiencë plus në CV-n time artistike, stresues sepse është patjetër ethet e konkurimit, emocioni i konkurimit, dhe emocionues absolutisht sepse skena e saj që është shkel t'jep emocion. Unë 2 pjesët që këndova në Got Talent, pra në natën e parë dhe në finalen e madhe, ishin 2 pjesë që i zgjodha me shumë dashuri dhe me shumë përjetim brenda. Pra të dyja pjesët unë jo vetëm i këndova, por edhe i përjetova, kështu që mendoj që të timen maksimumin e bëra, patjetër ka më mirë.
ku mendon që është pika e fundit, gjithmonë ka një fillim të ri, kështu që unë të mirën time e bëra, ajo shkoi shumë mirë dhe jam i kënaqur. Është sinqerisht një rrugtim i bukur që do ta mbaj mend. Atë ka shërbyer, të ka hapur rrugë të reja, shtigje të reja? Po mendoj që po, njerëzit më kanë njohur më shumë, unë në Got Talent synoja të sillja një gjini që nuk është shumë jo e preferuar, nuk do ta thuaj apo një gjini që nuk është shumë e përhapur, le të themi për publikun. Ndoshta unë nuk kam të agrin të bëj një ndryshim shumë të madh, po unë bëja të pjesën time. Unë doja të sillja operën në një televizion, në një konkurs ku ndiqet nga shumë persona, ku ka shumë rrymë të ndryshme dhe pse mos ishte edhe një përfaqësim i mirë ose jo, çrënd si ka, unë mendoj që ishte i mirë, pa dashur të tregohem jo modest, i zhanrit operistik. Unë doja që të sillet e publiku veten time në këtë format, të ftoja njerëzit që të kuptonin që opera nuk është ajo që thuhet dhe ajo që ndoshta për shumicën nuk kuptohet, por ka edhe gjëra të tilla që mund të bëhen të elaborohen me njerëzit më shumë. Dhe njerëzit e ndjen, unë ndjeva njerëzit, publikun më erdhi dhe këtë jo vetëm në Instagramin tim që pata shumë mesazhe dhe shumë mbështetje, por edhe në rrugë, por edhe në sallë, edhe në raste të tjera. Mendoj që një rrugë ma ka hapur, besoj që po vjen, akoma nuk ka ardhur ajo maksimalja, besoj që është duke ardhur, sepse unë jam njëri që përpiqem të jem optimist, paktën kjo më takon dhe këtë kemi në dorë. Po besoj që do vlej për mirë, besoj do jetë një augur i mirë. Deri tani ka qenë kështu, besoj që edhe më vonë do të ketë të mirat e saj që do arrijë në pah me kalimin e kohës. Ti the që merresh me opera, të pëlqen opera, dohet silli një zhanër që njerëzit e përkufizojnë ndryshe, por çfarë e lidh një të ri me operën, duke qenë se mosha jot, e jona, e juaja është e lidhur më shumë me reper të ndryshëm, me balada, ndoshta. Opera preferohet gjithnjë më pak. Dgjoj, unë jam një person që dëgjoj dhe muzikën rap, unë dëgjoj dhe balada shqiptare dhe jo vetëm, pra normalisht ato që unë mendoj që janë të vlefshme, një këngë shtetë e bukur du të ketë tekst dhe kuptim, edhe muzikë të bukur, nëse s'ka këto të treja nuk është këngë dhe nuk ka pse të quhet fare as për mua as për të tjerët, por njëri të ri me operën e lidh muzika. Muzika ka nisur nga opera, pa u zbuluar rap dhe çfarë janë të gjitha këto ka qenë opera, është fakt dhe është se si është krijuar. Dhe në opera është po njëjta gjë, pra nëse ti në një këngë flet për dashurinë dhe opera për dashurinë flet. Thjesht e bën në një mënyrë më të përmbajtur ose të kulturuar në disa raste, sepse kemi dëgjuar dhe këngë të cilat lënë një shije shumë të keqe, sinqerisht. Dhe prandaj ndoshta preferohet më pak, sepse ne po shkojmë drejt një jo komercializimi, se nuk është se është keq komercializimi, po shkojmë drejt një gjëje më rënë shkurt. Po kënaqemi me 2-3 minuta muzikë, tundemi pak dhe jemi në rregull. Ndërkohë që në opera dashurisi këndon ndryshe, dashurisi këndon Verdi, këndon Puccini me dramat e tyre në fund, por që është dashuri tjetër, është dashuria në ato kopshtet e bukura, në ato pallatet, në ato lagjet bohemiane. Pra është një gjë shumë mendoj e mbreslënse për ta përjetuar, sepse çdo gjë nis nga libri, nga letrarja dhe ne duhet mos e harrojmë këtë. Pra, sado të thash edhe unë dëgjoj, po prapë duhet të kthehemi aty ku gjëja është e bukur dhe e kulluar se çdo të jetë në opera. Kështu që mendoj që për këtë dikush i ri duhet të jetë i lidhur në opera. Duhet eksperimentojmë, siç shkojmë në këto koncertet që janë në masë, në kështu duhet të provojmë të shkojmë dhe në opera, dhe në teatr, dhe në gjërat kulturore, nuk të bëjnë dëm, absolutisht. Diego është më shumë i lidhur me operan apo mund të këndosh edhe zhanre të tjera të ndryshme? Unë mendoj që zhanret e tjera nuk i bëj mirë, ose ndoshta duhet trajnuar për këtë, ndoshta jam unë pak i fiksuar, perfeksionist, detajist, nuk e di çfarë të them. Dhe prandaj zgjedh të këndoj më shumë opera, por nuk i përjashtoj edhe të tjerat, si për shembull musical ose ndonjë muzikë të lehtë, balad ose ndonjë gjë shumë të bukur. E kupton, nuk i shmangem, por që mendoj që opera është ajo ku unë rri më mirë, pra rryma klasike, jo vetëm opera përgjithësi, sepse ka dhe muzikë për kisha, ka dhe gjëra të tjera të cilat janë brenda muzikës klasike operistike. Kështu që mendoj që kjo rri më mirë unë. Çfarë mungon sot artit shqiptar sipas teje? Si një ose mirë i artit, majstrat kemi parë. Artit shqiptar sot i mungon mundësia për të shfaqur, shprehur gjithkund, sepse jo
të gjithë mendojnë si unë apo si të tjerët që jemi në këtë profesion, është pak e vështirë sot që të kesh hapësira të duhura për këtë artin e bukur që unë thash, dhe sot i mungon dhe interesi. Jo vetëm nga publiku i gjerë apo masa e njerëzve, por dhe nga ata që e bëjnë, e studiojnë dhe e prodhojnë artin. Shoh një rënje të studentëve, sepse unë jam, domethënë diploma ime me lejon të kem dhe mësuesin si pjesë të diplomës, dhe kam bërë praktikën në liceun artistik dhe shikoj që nuk ka as dëshirë, as prurje, dhe nuk e di pse po ndodh, por gjërat po vihen duke ardhur më shkurt, pra edhe unë vetë personalisht, në qoftë se kam një gjë në një Reels në Instagram apo duhet futem ta lexoj në internet, personalisht edhe unë vetë zgjedh të shoh një Reel dhe kam më të përmbledhur më të afërt si informacion. Pra gjërat po vinë duke u lehtësuar, por edhe duke u dembelosur në po të njëjtën kohë. Sepse patjetër që shumë mirë të ti ta kesh praktike e gjën, por në të njëjtën kohë kuptohet që po të dembelos ka pak. Kështu që mendoj që është koha e tillë dhe mendoj që duhet gjetur ndoshta një formë tjetër për ta sjell dhe për ta marketuar ashtu siç duhet. Teknologjitë e reja, sidomos AI, janë duke ridimensionuar mënyrën se si funksionon bota. A do të ridimensionoj edhe mënyrën se si kemi bërë art në këtë kohë? Do jetë akoma më e vështirë që të kuptohet një muzikë e mirë nëse është me AI apo është një këngëtar i mirë siç është Diego, fjala vjen. AI ka filluar të na zëvendësoj pak nga pak. Ka filluar të zëvendësoj kompozitorët, ka filluar të zëvendësoj këngëtarët. Sot kemi aplikacione ku krijohet muzikë përmes AI. Dhe nuk e quaj gjë të keqe për sa kohë që ajo bëhet mirë. Pra, edhe AI në fund të fundit, sa do të mund të përparoj, unë mendoj që do ta kontrolloj përsëri njeriu. Pra, duhet jem unë që të jetë AI. Megjithatë, nuk i dihet, gjërat po ecin shumë shpejt dhe ndoshta mund të zëvendësohet komplet njeriu, por prap unë mendoj që diçka shpirtërore, sado e bukur AI kompozon shumë bukur dhe unë kam provuar vetëm, nuk është se nuk kam asgjë kundër kësaj, po sado që të mundet të përpiqet AI, prap një këngë do të dojë gjithmonë njeriu për të dhënë shpirtin dhe për të dhënë emocionin. Sido që të jetë AI mbetet një program kompjuterik dhe nuk të transmeton dot atë që unë mendoj që njeriu e bën. Ka raste që të mungon muzika? Apo je gjatë gjithë kohës e lidhur me të? Jo, nuk ka raste që më mungon muzika, bile ka raste që ndonjëherë duhet të pushoj nga muzika, sepse kur e ke profesion të bëhet dhe e përditshme ose do e kupton ti ke gjithkohë në kokë ide, ke gjithkohë në kokë tinguj dhe ndonjëherë dua për një sekondë të bëj një pushim. Dua të fikem në një moment edhe të mos ta marr atë momentin të gjithën për veten. Por që mendoj që jo, jam në këtë raportin e drejtë që as nuk më mungon, po as nuk më bezdis. Jemi mirë, kemi bërë paqe. Diego, cili është rrugtimi yt i ardhshëm? Cili është objektivi yt? Cili do të jetë Diego pas 10 vitesh? Ke bërë ndoshta një lloj grafiku se çfarë do të ndjekësh? Në fakt më pëlqen që të lë disa gjëra rastësisë, por që normalisht disa ide kam. Diego pas 10 vitesh shpresoj shumë të jetë i punësuar, që është një tjetër ngërç këtë moment të jetës time. Diego pas 10 vitesh shpresoj të ketë arritur objektivat e tij skenike, që të jetë njohur këtu dhe jo vetëm, pra të kem eksperjenca të tjera skenike. Unë jam i hapur ndaj çfarëdo lloj oferte. Dhe Diego pas 10 vitesh dëshiron thjesht të jetë mirë me veten, me njerëzit që e rrethojnë, sepse për mua kanë shumë rëndësi miqtë e mi, familja ime. Të jem mirë me shëndet, sepse po kuptojmë dita e ditës dhe nga situata që na rrethojnë ose dhe nga gjëra që kanë ndodhur këto vitet e fundit që s'duhet të t'i përmend, me njerëzit dhe me pandeminë e gjëra të tilla, po kuptojmë dita e ditës që shëndeti është çelësi i të gjithë jetës, edhe pse e kemi ditë më përpara, po kur të duhet të vlerësosh, e vlerëson më ndryshe, dhe shpresoj që gjërat të jenë kështu, të jenë qetë, të jenë mirë, të jenë të realizuara me shumë durim, edhe pse durimi nuk është një ndër pikët e mia më të forta, sepse unë kam lindur para kohë, kështu që më vetëm sa durim mund të kem, po nejse bëj shaka. Jam rritur, kështu që është okay. Po besoj që këto domethënë të jem i realizuar dhe të jem mirë aty ku dua unë të jem. Do preferoja një atashim tëndin në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit?
Po. Unë do preferoja absolutisht një tashim timin në Teatrin e Operës dhe Baletit, sepse mendoj që mund të jap atë që unë kam në veten, mund të jap atë që di të bëj më mirë artin tim dhe besoj që do të më vlente edhe mua shumë si eksperiencë artistike dhe jo vetëm, sepse një vend pune sot është absolutisht është siguri për çdo kënd. Unë kam të drejtë të kem jetën time dhe normalisht që për të pas një jetë të ëndën do të kesh dhe një rrogë të ëndën, kështu që për te pjesës profesionale dhe emocionale që patjetër të përmbush 80% në njeriut ose 70%, por pjesa tjetër mbetet edhe pjesa e financës, sepse sigurisht secili nga ne profesionin e tij, sepse kantaja për mua tani është profesion, unë jam diplomuar, e përdor dhe për të jetuar absolutisht. Kështu që po, Teatri i Operës shpresoj shumë që të kem një vend sa më shpejt. Përmendet pak më herët miqt, sa i lidhur me miqt? Shumë. Mendoj që asgjë nuk bëhet vetëm, unë nuk jam i këtij parimi që gjërat bëhen vetëm, gjërat bëhen kur ke miq të mirë përreth, kur ke njerëz që të mbështesin, kur ke një familje të mirë. Dhe me miqt dhe familjen kam pas fat, me njerëz që më mbështesin, po ashtu kam pas shumë njerëz që më kanë mbështetur dhe jam deri në fund të jetës time mirënjohës, sepse nuk është e thjeshtë, unë siç të thash, nuk është shumë ambient ku mund ta bësh artin ku të duash, nuk është shumë i këpritës sot dhe të gjesh njerëz që të mbështesin është me të vërtet një plus shumë i madh për ty dhe për mua. Kështu që është shumë okay. Unë absolutisht i çmoj shumë njerëzit që më rrethojnë dhe bëj gjithçka për të mos i humbur deri në momentin që pastaj mund të bëhet diçka tepër dhe normalisht shkëputen gjërat, por unë jam shumë i lidhur me miqtë e mi, me njerëzit e mi që më rrethojnë. Diego, mund të këndosh diçka të vogël për ne? Nuk e di se çfarë ke përgatitur ose ndoshta se ke përgatitur dhe jo, se kam merr spontanisht. Po të na pëlqente shumë nëse mund të bëja diçka të vogël. Patjetër. Dicite in cielo sta compagnia vostra, che ha già perduto suona fantasie, che pensa sempre che tutta vita mia in te volesse dicere, ma non ci saccio di. A voglio bene assai, dicite in cielo vuie, che non mi scorda mai, e una passione più forte una catena, che me tormenta l'anima e non me fa campare. Diego Zelka, faleminderit, ishte një nga muzikët më të bukura që kam dëgjuar këtë kohë, na përlote. Shumë faleminderit. Të uroj gjithë më të mirat, Zoti të dhënë më të mirat, të plotësohen të gjitha dëshirat që ke dhe sa më shpejt shikojmë në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, sepse është vendi që ti meriton dhe të prekësh dhe të shkelësh skena nga më të mëdhajat, ato që ti do i përfaqësosh më së miri. Jemi tepër të bindur, jo vetëm ne, po i gjithë publiku. Faleminderit shumë për atë që je dhe faleminderit shumë për emocionin që na dhuron. Faleminderit shumë.